Aferdit, me që jemi të zgjedhjet se në këtë vend, na pse a mos po prodhojnë ana e Volkswagen, ana e Mercedesa. Na për zgjedhje kemi me fol. Pse a me thonë që na ra shitja hipotetikisht e veturës që ne e prodhojmë, jo. Zgjedhje, qështu, o zgjedh që to jenë muhabetet tona që na përcjellin çdo ditë. Tash nga zgjedhjet lokale, kalojmë të zgjedhjet qendrore. Patëm zgjedhje, blokad, qeveria si boni numra për me kalu. S'ke interesu me mi boni numrat? Nuk e dim, a ka pas interesim, po me gjithatë s'u bë. Ta shpritet me shku vendi prap në zgjedhje. Po para se me dalë të zgjedhjet, se e shini, si do të procedon tash ketë kjo gjë. Mandatari i cili u mandatu nga presidenti Vjosa Osmani, zoti Kurti, si murvota, tash mo kjo nuk ka të drejt ligjerisht propozohet, do të propozohet mrenda një afati dhe ditor dikush tjetër. Po e shenaj version që mundet me u propozu dikush nga radhët e vetëvendosjes, a jipet si mundësi, apo si shkon si procedur? Une menoj që ajo që pa më dje sot me disa në shkrime ma shumë është teatri vetëvendosjes, se sa që ka diçka konkrete për me ba një qeveri. Sepse Albin Kurti nuk mundet me paramendu me jadhan postin e kryeministrit dikuj tjetër, kja kush kjaj në vetëvendosje, sepse ne kemi thonë vazhdimisht ajo është Albini dhe të tjere, dhe më thonë, s'ka Albini... S'ka 1, 2, 3 kate, ka 1 dhe të vene bësht tani... Dhe të tjeret. Pra është, dhe më thonë, është naj loj, që kemi pa dire me tani lojrat në kuvend, po nuk besoj që ka diçka konkrete. Ajo që po shojnë fatkeqësisht është që zgjedhjet po na trokasin, jo që na kena nevoj për zgjedhje, se u dashtë më ba një qeveri edhe më ba me ecë për para. Unë kom kritika dhe ndaj partive ish opozitare të cilat nuk arritën më ba bashkë. E din që thira jonë në për studio televizive vazhdimisht ka qenë drejtuar që në partive bënë bashkë, bënë qeverinë sepse numrat i kene. Do më thonë, ajo vetëvendosja është fakt që ka dale para, mirë po dhe këtu parti tjera nëse i bëjmë bashkë, kanë ma shumë vota se vetëvendosja. Edhe vetëvendosja ka qenë koalicion me 2-3 parti tjera. Edhe këto ta bëjnë një koalicion, por nuk ishte vullnet, sidomos nga Lumir Abdigjiku i cili u betonizua dhe tha s'po du me bo me kërkon heq, edhe si pasoj po na presin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po ajo që është ma e rrezikshme që nisi shtet, që nga vit që kur jemi shtet, nuk është që jemi përballë me çështjen e buxhetit. Pra neve po na rrezikohet buxheti dhe është një numër i madh i njerëzve që punojnë në shërbimin publik dhe që varen nga buxheti i shtetit, do të thonë varen nga pagat e buxhetit të shtetit. Dhe me pruti situatën në një kolaps të tillë ose në një gjendje ku punëtor ka nisë më frigu, a kanë me pas paga, a s'kanë me pas paga, për një me kjo është e pafalshme. Dhe dikush duhet mund dëshku që ka pru vendin në këtë situatë të tillë. Dhe ajo që duhet mund dëshku mas shumë dhe është lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje i ka pas 28 deputet. Tash para menone ashim tha që të kish pas 28 deputet. 3 qeverit i kish ba. Kryetarën e OKB se kishë zgjedhë. Se lemo, 28 deputet i ki, edhe s'parin me bon qeverin, kjo është se s'ki vullnet politik me bon qeverin. Po të pëlqen që shtu me jetu në kaos, sepse ne gjithë të dim se lëvizja vetëvendosja orë në pushtet prej kaosit. Dhe më thonë prej rrugës, u mësu me gjujt, me kundrështu, me po kaose, edhe tash po mënon se edhe në qeveri duhet me kaose. Komplet kone ka pas në kaos. Aferdit, 8 muaj ditë, prej kur i kemi pas paraversisht të zgjedhjet e fundit, na kanë thonë që në votona i kryetarin e kuvendit se ne i kemi numrat për qeveri. Se cili akter i vetëvendosjes ka dalë në televizion ka thonë testana. Mirë, ish opozita, votoj kryetarin e kuvendit, u zgjedh kryetarin e kuvendit, dakord, u testu si ka numra. A i bjen kjo që jemi gënyu edhe na, edhe komplet skena politike është gënyu. Edhe pyetja është pse kaq lehtë amnestohet një njeri që gënjen për 8 muaj. Hipotetikisht, më fal,
si kur të kishë ndodhë me një lider tjetër, loq për garë dhe këshim bo. Pse pa amnestohet ka shlet? Ne që e njohim politikën e ti edhe mënyrën se sillet, ne kemi thonë vazhdimisht se kjo është lojë, se nuk i ka numrat. Edhe ato lojna që i boni në kuvend me atë komisionin e fshehur, apo të kujtohet që qiti disa herë në... Deri sa kushtetutja është po dhe të pavlefshme. 50 hera sa herë, në të gjithë e këna thonë që nuk i ka numrat, se nëse ti ki numrat për qeveri, qëta numra janë edhe për kuvend, nuk ndryshon kjo pëfar pune. Aj që ka vendos me hi në qeveri me ty, aj ta voton kryetarën e kuvendit, edhe ta voton qeverin dhe hynë qeveri me ty. Pra nuk i ka pas qënë start, as nuk ka pas as ndo një angazhem jeton mi pas. Letrat që ja ka dërgu edhe lidhës demokratike, të qysh, hajtë sa me thonë ja dërgova, unë po t'i qëj qëtu letra, po ti mos hajde me mua, apo këpëtan. Dje u e të regun për më ta vërtetu këto, dje mos e haro të regimin, falë Luna, dje e këshim bo një analizë edhe e dëgjova dikone për media, kur ju ka dërgu letra lidhës demokratike të Kosovës, i ka bo ftesë, as nuk ka caktu vend, as orë, as gjë, dhe më thonë, qeqit letër, unë për thiri, po më thirë, po ku kena mu zatet, apo vjen në emision, po ku në emision, ku është emisione, jo, edhe ajo përmbajtja e letrës që në më thonë, unë po juftoj juve, dhe gja, më kujtojt një paragraf, ju nuk jeni që të një bo koalicione dhe ma ere, që këni bo thot me PDK-në, me AA-kën, javë numran ato. Edhe qka nëse nuk bëni koalicion me neve, na kena me shku në zgjedhje, dhe keni me detyrua apet me orë me neve. Kështu që ma mirë po bojnë ashtë tash koalicion, apo këtëm mënyra se si javë shkru në atë letër është irituse. Edhe absolutisht jo serioza. Javë qënë letrën për mi bo nërvaz. Exakt, për mi bo nërvaz. Javë qënë letrën për mi bo nërvaz. A menon që në qofë se shkojmë në zgjedhje, ka për t'i mëri prap ta numra lëvizjave të vendosje? Jo, unë nuk menoj që kam imri më këta numra. Kjo është dëshira, është besim? Jo, është besim. Unë nuk menoj që se ka fillu ranja, por që fatërsisht do t'a kem të parën, sërish, sepse është fështirë një njeri kur të bindët diçka dhe kjo nuk është që i ka bind njerëzit për një muj, ose për 2 muj. Kjo ka investu në bindje për 20 vjetë. Në më thonë të ka binde. Kjo është i keqe, kjo e hajne, kjo qëtu dhe ty je bindë, mo që kjo për një mek ta jonë hajna, edhe për një mek ta jonë të shkatru këtë vend. Kjo ka arrit me bind një shtres të njerëzve. Nuk nga ka bind mua ty, po një shtres të njerëzve ka bind. Edhe tash me atë shtres të njerëzve, fatkeqësisht nuk po ka dikush tjetër me punu për me i bind që është e kundërta. Përveç neve që po dalë në përmedia që po i thojnë mendimet e tona. Nuk kemi një parti politike në opozit, nuk kemi një opozit që ka kauz. Do më thonë një opozit që ma shumë e qyrë qa po bënë Albini, edhe qa po thujnë analistat në mramje në media që më mënu ata nesër me dalë me bënë një postim. Pra nuk kja një kauz dhe një opozit të forë që mundët mi thonë ti e qytetari si kjo nuk është to, po është to. Do më thonë, qysh ka arrin ty mi bindë për vitet të tëra që ta jënë hojna, pakon hojna hesh njerëzit bre, Kjo anë pushtetu dhe hojna... Ka pak hojna, po jo gjithë. Jo, nuk u kanë këtë klasa politike që që ka paraqit kjo. Do më thonë, kjo anë pushtet me parullën hojna atë në burg, u dalën për protesta, ka gju ku vendin, ta ka gju gazin lotësjatë, edhe sërish po vazhdojnë me moni numër të marrë të vota. Për një me kjo është edhe mshme. Po problemi është te opozita e jonë, që ta opozita hale menojnë, që me bo me thonë, diçka që mos... Po ja, për ju thotë për diçka që nuk ju pëlqen atyne. Pra nuk e kemi një opozit të qlirume, një opozit që nuk frigot, po letë thotë, bre se s'ka që a thotë ma shumë se që ka thonë. Në më thonë, ja i ty jap ka numëru tyne partive, kini baktaje, ja nuk i dikush. Pra, leni se ty, kur do që keni me folë, ty ka, sërish ka me folë. Prap këm ja u përmenë, si kur me rastin e uranit. Po, merë në gudzimin edhe dilni për para, edhe merë në proceset për para. Në politik hyjet me pas gudzim, me marë vendime. Nuk hyjet politik me thonë, wala, unë e pohim që aty votanëm ju qytetarët. E për qa me të votu se po du me najtë në opozit. E për qa me të votu në ty me najtë në opozit. Unë po du me të votu ty për me ka në pushteti, për me marë vendime ti. Edhe në ashta me pas në mundësi në interes me këry. Po jo,
shtetit, po jo ti me të votuar ty me najtë në opozita. Kjo është logjika e keqe që e kanë kriju partitë ish opozitare. Partitë ish opozitare. Nashta ata dhe familjet e tyre jetojnë mirë dhe kjo është arsyeja. Nuk edhe në dyshim unë që nuk jetojnë mirë ata. E bojnë jetë cilësore. Mirë po, në momentin... pse mu... Ja, në momentin që ti merë përgjegjësi... Pse mu zhagit në për asfalt, në me lazëm, me më mirë. Është fakt që ata janë në pozicionet mira, i kanë dro pagat e mira, i kanë pagat e sigurta, po momentin që ti je në politik, futesh në politik, ti dush me marë përgjegjësi. Nuk futesh ti në politik bre me najt? Apo kupton? Për me fol, na po dalim po folëm. Ti futesh politik me çu dorën e me marë përgjegjësi, me bë vendime të vështira. A ka pas vendim jeton më i vështirë se vendimi i gjykatës speciale? Ma thuaj ti. Ja, s'ka pas. Asnjë vendim më i vështirë se kon. Çet vendim e ka marrë Hashim Thaçi, vetë është në burg, po e ka marrë se ka menuar që për Kosovën është vendim më i mirë me themelu gjykatën speciale, se sa mos me themelu gjykatën speciale, me i marrë ku me ditë sa sankcione prej shteteve mike, me themelu gjykatën Këshilli i Sigurimit, pra i kanë qitë disa arsye dhe kanë vendosur me marrë një vendim të vështirë të cilin po e vuajnë vetë. Po, gjithmonë të e qitë Kosovën të parën, pastaj vetën. Ne kemë nevojë për politikanë të tillë që marrin vendimet që i çojnë proceset përpara. E që fatkeqësisht s'po kemi.